Përshëndetje, a i bon një punë e shtëpisë? Nëse si ban vetë, dikush duhet m'ja bo? Po pra, ideja është që natyrisht që ne duhet të kujdesemi për ambientin që cilin jetojmë, dhe kjo është pjesë e edukatës që i themi edhe fëmijëve që të kujdesen për ambientin që jetojmë, po unë shpesher se fundja gjitha fenomenet edhe gjithë shka rjedh nga familja dhe mënyrës se si e organizojmë jetën e mbrëmshme, kam dimez shumë të madhe nga bashkëshorti, kjo ka rëndësi, edhe ju duhet të kërkoni angazhimin edhe të burrave, edhe të fëmijëve, dhe mos t'ju mbetet vetëm juve barë që të kujdeseni për shtëpinë, sepse ato po marrin shumë kohë, edhe shpesher tani çka unë kam të rëndësishme si një veprimtare të drejtave të grave është që punat të cilën gratë e bëjnë në shtëpi të jetë e paguar. Jo më ashtu e pa vlerë, edhe ku ne... Qështë po menon, na burrat me pagu tash, apo... Jo, duhet, shteti duhet të njohë punën e papagume të grave në shtëpi, sepse shumë gra nuk mund të angazhohen as në sferën publike, as në ndërtimin e karrierës, as në realizimin e vetvetes, pikërisht për faktin se duhet të kujdesen për ambientin, për pastërtinë, për anëtarët e tjerë të familjes, për të moshuarit brenda familjes. Kështu që për mua kauzë është që gratë thjesht ju njihet puna brenda shtëpisë, edhe në qoftë se njihet, atëre ato me pagën që kam... Si mund të realizohet kjo në praktik? Në praktik ka, do më thonë, po success stories të vendeve të tjera, grave kur i paguhet, ndahet një linjë buxhetore, ku grave ju paguhet puna që e bëjnë në shtëpi, i njihet ajo punë, pastaj kur ato e kanë një pak të caktuar edhe mund të angazhojnë dikë tjetër, të punësojnë dikë tjetër, ose të realizojnë vetë-vetën. Kështu që po ju lësë që sa ma shumë edhe ta promovoni idenë që punët e shtëpis nuk janë punë të grave, sepse ne e kemi pahat ndonëherë që kur flasim kështu edhe në përditshmëri, thonë këto punët e grave s'po kryen kur. Kështu që është një maksim interesante që për një me nuk kryen kur, e merë shëndetin e grave, ja u merë shëndetin e grave, ja u merë lirin grave, nuk i çliron kur nga ato vargojnët e punëve të shtëpis që sa do që angazhohesh, ato prap kthehen në pikën 0, kështu që pikrisht edhe gratë duke i orientuar edhe nëpërmjet edukatës në sferën private, duke ja vesh gjatë gjithë kohës që fëmia, punë të shtëpisë janë të grave, sot gratë nuk janë të përfshim në tregun e punës, zotrojnë shumë pak trashëgimi në pronë, janë në disavantazh në të gjitha sferat, në art, në kulturë, në shkencë, sepse rritën me idenë që punët e shtëpis janë të grave. Kështu që unë si Sibel, natyrisht nuk mund sot të bisedoj me juve dhe me shumë gratë të tjera, nëse nuk arrit të krijoj drejtësi për veti edhe për t'jap model edhe për vajzën time në shtëpi që punët e shtëpis nuk janë biologjike të grave. Kështu që ajo është konstrukt shoqëror për ti kufizuar gratë në këtë sferë e cila shumicën e rasteve po i pengon edhe në realizimin e vetvetes. Faleminderit shumë.